Komisioni Evropian organizoi forumin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, një ngjarje unike kushtuar prioritetit të tij për periudhën 2024-2029. Forumi shërben si pika të takimit për profesionistë dhe aktorë të angazhuar në agjendën e zgjerimit, një nga prioritetet kryesore të mandatit të Komisionit Evropian, dhe synon të diskutojë sfidat, mundësitë dhe strategjitë për integrimin e vendeve kandidate në Bashkimin Evropian. Kryeministri shqiptar Edi Rama, i cili ndodhet në Bruksel në kuadër të agjendës për çeljen e grup kapitujve të fundit të negociatave, mori pjesë në panelin kryesor të forumit. Në fjalën e tij, Rama e cilësoi procesin e zgjerimit si etik për të ardhmen e Bashkimit Evropian dhe falenderoi komisionerin e zgjerimit Marta Kos për energjinë e re që dha këtij procesi, duke përshpejtuar avancimin e tij vetëm brenda një viti si eurokomisioner. Kjo lidhje e pandashme mes së zgjerimit dhe së ardhmes që më bën të flas jo thjesht si kryeministri i Shqipërisë, as si thjesht përfaqësues i një vendi negociues, por si qytetar evropian i një kontinenti historia e të cilit është një tapiceri e endur me luftë, paqe, shkatrim e rilindje, rivalitet dhe pajtim. Dhe më lejoni ta them krejt qartë, në vend që të përdor fjalën zgjerim që ka lindur në Bruksel dhe është rënduar teknikisht, unë preferoj të përdor një fjalë tjetër e cila vjen nga zemra e historisë son dhe nga logjika e së ardhmes son të përbashkët, dhe kjo është fjala ribashkim, sepse në të vërtetë ky është koncepti, e vërteta e thjesht, një domosdoshmëri historike dhe vetmja rrugë për një kontinent që duhet të rigjej vetbesimin, të mbrojë paqen, të ruaj prosperitetin dhe të mbajë peshën e vet në një botë që lëviz shpejt, fort dhe pa mëshirë. Zgjerimi funksionon. Sa herë që BE-ja ka ftuar antar të ri në klubin e saj, përfitimet kanë tejkaluar frikën. Nuk ka asnjë arsye të vetme të besojmë se gjërat do të jenë kundër tashmë. Demokracia është në tërheqje. Demagogjia po ecën përpara. Të drejtat e njeriut janë në sulmet. Jo vetëm që Europa është më e cënueshme, por duket më e mirë si një preferuar për agresorët. Europa e Bashkuar është Europa që formoson fatin e saj. Forumi i zgjerimit ofron një platformë bashkëpunimi për të gjithë profesionistët dhe aktorët e përfshirë në procesin e zgjerimit, duke përfshirë vendet kandidate, institucionet europiane dhe ekspertët e sektorëve kyç. Diskutimet kanë për qëllim të përforcojnë strategjinë për integrimet dhe të krijojnë një vizion të përbashkët për zgjerimin e Bashkimit Evropian, një proces që zgjat më shumë se një dekadë. Forumi shënon një etapë të rëndësishme për agjendën e zgjerimit në BE dhe nxit bashkëpunimin mes institucioneve europiane dhe vendeve kandidate, duke theksuar rëndësinë e integrimit si faktor stabiliteti, sigurie dhe zhvillimi për rajonin dhe për gjithë Europën.